Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Do ta lë të rrjedh dhe nuk do t'i bëj më presion. Eglitako flet për lidhjen me Gjestin. Finalistja e edicionit të 4 të Eglitako ka rrëfyer së fundmi disa detaje nga lidhja që ka nisur me fituesin e sezonit Gjestin. Në një deklarat, Egli u shpreh se ajo që e tërheq më shumë te Gjesti është humori i tij. Fakti që më bën për të qeshur dhe di të jetë dimensional, tha ajo duke nënkuptuar se marrëdhënia ka më shumë thellësi se sa duket në pamje të parë. Egli shtoi gjithashtu se para se të shihte ndonjë aspekt tjetër, kishte parë tek Gjesti një shok. Kam parë një shok tek ai para se të shihja diçka tjetër. E pyetur për të ardhmen e kësaj lidhje, Egli tregon se preferon të lërë gjithçka të rrjedh natyrshëm. Do e lë gjën të rrjedh, ashtu siç është shkruar, ashtu do të ndodh, u shpreh ajo.